Në Eurovision 2025, Shqipëria ngjitet në skenën me zjarm kënga përfaqësuese nga Shkodra Elektronike. Një duo që bashkon tradicionalin shqiptare me muzikën elektronike moderne. Zjarm nuk është thjesht një këngë, është një himn për shpresën, për fuqinë që lind nga dhimbja, për zjarrin që pastron dhe rindërton. Me tekst të ndjerë dhe performancë mbreslënse, ajo flet për një botë më të mirë, larg dhunës, vuajtjes dhe shkatrimit. Vlerësuar si një nga prurjet më të guximshme të këtij viti, Shqipëria ka sjellë në skenën e madhe një zë të ri, por me rrënjë të thella. Ekipi krijues ka arritur të kalojë Shqipërinë në fazën finale të garës. Në finalen e madhe, që do të mbahet me 17 maj, Shqipëria do të performojë në pozitën e 26. Përkundër performancës së Shqipërisë, që u prit jashtëzakonisht shumë mirë nga publiku, ajo e Serbisë u shoqërua me pankarta dhe brohoritje që i referoheshin ngjarjeve të kaluara të dhimbshme, veçanërisht në lidhje me Kosovën. Në njërë nga pankartat më të dukshme shkruante: "Duart tuaja janë të përgjakura". Po ashtu dëgjuan brohoritje që bënin thirrje për bojkot të Serbisë, duke reflektuar zemrimin e publikut ndaj politikave të këtij shteti në lidhje me Kosovën dhe të kaluarën e saj të dhimbshme. Të njëjtën qasje, publiku i pranishëm në sallë e kishin edhe ndaj Izraelit. Gjatë performancës së këngës New Day Will Rise, u dëgjuan brohoritje të fuqishme dhe thirrje për liri për Palestinën. Pankartat ishin të shumta, ndërto ishte edhe bojkot për Eurovisionin.